Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në Ridibet, kampionatin kombëtar të debatit. Ky është edicioni 9 që organizata Liburnetik zbaton përmes mbështetjes së Agjencisë Kombëtare të Energjisë dhe AMSHC. Në këtë edicion të 9 kemi diku tek 53 shkolla në mos gaboj, pjesëmarrëse të këtij kampionati. Sot ndodhemi në Kukës, do të zhvillojmë debatin e këtij rajoni, që do të jetë midis shkollës Skënderbeu nga Kruma. Duaj një duar tërkitje për skuadrën. Dhe përballë tyre do të jetë gjimnazi Avzinela nga Kukse dhe për ta një duar tërkitje. Ju e dini, qëllimi i këtij kampionati nuk është vetëm loja, sepse ne kemi dashur ta sjellëm në formë loje, por është mbi të gjitha zhvillimi i mendimit kritik tek të rinjt e gjimnazeve që janë pjesë e këtij kampionati, duke e përçuar mesazhin pastaj edhe tek shokët apo shoqet që kanë në shkollat respektive apo edhe në ambientet të përbashkëta ku ju frekuentoni përgjatë ditës. Është shumë e rëndësishme që ky element dhe qëllimi i këtij projekti të përcillet, ndaj edhe neve jemi sot për të zhvilluar një debat për sa i takon temës transformimi menjëhershëm digjital në ofrimin e shërbimeve publike, një hap drejt një ekonomie qarkulluese më efikase apo një rrezik përjashtimi social dhe dështimi i sistemit. Kjo do të jetë tema. Ju besoj temën e keni të qartë, nuk është e nevojshme ta përsërisim më. E keni përgatitur. Kur themi e kemi përgatitur, nuk do të thotë që neve kemi ardhur këtu për të dëgjuar se sa mirë ju i keni përvetësuar statistikat apo studimet apo çfarë do lloj dhënie tjetër. Të gjitha këto element janë element që përforcojnë argumentin, arsyetimin, mënyrën se si ju do të performoni apo do të logjikoni mbi tematikën. Pra ajo çfarë kërkojmë ne është që ju të bëni një debat midis njëri tjetrit, ta shikoni njëri tjetrin në sy, t'i drejtoheni njëri tjetrit, sepse pjesa e juristë që ndodhet këtu në panel është thjesht për t'ju dëgjuar dhe për të kuptuar se sa mirë ju bëni debat. Kështu që do t'ju ofroja dhe do t'ju këshilloja që ta keni vëmendjen maksimale në mënyrë që t'i përgjigjeni sa më koherent parafolsit, në mënyrë që të ketë një rrjedhë logjike dhe një pasim të mendimit edhe ideve apo argumentave që ju do t'jepni. Mirë? Pa humbur kohë, dua t'ju prezantoj edhe dy vajzat që ndodhen krah meje që do të bëjnë edhe vlerësimin sot. Me ne është Angel Lipa, vjen nga Brain Nest Institute, një kompani e re, le ta quajmë, që ka të bëjë pikërisht me projektet, sikurse ato europiane, po edhe për të rinj, është një mundësi e mirë edhe për të krijuar një kontakt dhe për ta njohur më mirë Angel. Nga ana tjetër është Eliverta Muçi, është pjesë e organizatës Liburnetik, prej 9 vitesh tashmë në Ridibet në panelin e gjykatësve që bëjnë vlerësimin. Pra, dy njohëse të mira të formatit të Ridibet dhe këtë herë do të vlerësoj edhe unë së bashku me to, kështu që do të jemi të tre ne që do të gjykojmë performancën tuaj. Mirë. Do të zgjedhim tani edhe qëndrimin që do të mbajmë në skuadrat në këtë debat të parë dhe do të ftoj Krumën që të bëjë përzgjedhjen te globi i vogël, lutem. Pro do të jetë skuadra e Krumës në debatin e parë dhe kundër do të jetë skuadra e Avzinelës. Lutem ma hapim që të jemi sa më të qartë dhe të qartë. Okej. Faleminderit. Nga ky moment do të keni edhe 7 minuta kohë përgatitore, që do të thotë me njëri tjetrin mund të ndërveproni, mund të diskutoni, mund të vendosni radhën se si do të flisni, apo gjatë debatit mund të ndodhi që dikush e ka më
skuadra e Skënderbeut nga Kruma në këtë rast dhe do të pasohet pastaj nga skuadra e Avzinelës që mban qëndrimin kundër. Të 8 anëtarët flasin 1 minutë maksimalisht për secilin. Në momentin që dëgjoni zilën do të thotë që duhet të jeni drejt përfundimit të argumentit. Shumë suksese dhe mund të filloni. Përshëndetje, jam Ergen Kovashi. Atëherë argumenti jonë i parë është transformimi i mirëshëm i digitalizimit mund të sjellë në rritjen e transparencës dhe uljen e korrupsionit. Kur ndodh transformimi digital,
do të ullet kontakte me punonësit e shtetit, e cila mund të sjellë në uljen e rushfetit. Ku qytetarët nuk mund të japin rushfet. Unë mendoj që ka gabim, se nuk ullet korrupsioni, përkundrazi, korrupsioni rritet akoma edhe më shumë sepse kjo çon në mos transparencë dhe në mos besimin e njerëzve, sepse jo shumë njerëz dinë ta përdoren. Sipas disa statistikave që ne kemi marrë në Instat, Shqipëria ka rezultuar që ka më shumë popullsi për plagje, vjen më pas popullsia e rinisë dhe më pas vjen e moshave të dyta, pra nga 30 deri 50 vjeç aty. Mos dija tash që theti për korrupsionin e këto, nuk e bën dot sepse korrupsioni do rritet më shumë sepse është mos transparent, sepse qytetarët kanë thënë, edhe është edhe deklarat që 30 deri në 40% kanë deklaruar që ne nuk kemi besim, sepse ato friksojnë që mund t'ju vidhen të dhënat, ato friksojnë për sulm kibernetik, ato nuk janë aq të informuar ose të sigurt me shtetin ose me sistemin në këtë rast. Po ashtu kjo që theti çon edhe në uljen e vendeve të punës, se tash përderisa ne do të përdorim ato në vend të njerëzve, do çojë në uljen e vendeve të punës, kjo pikërisht do çojë edhe në uljen ekonomike të një familje. Atëherë sipas teje që the, shteti kur bën digitalizimin mund të bëj video informuese që të informojë qytetarët edhe moshave të treta, që të mësojnë si të përdorin këto portale, që të bëjnë jetën e tyre më të lehtë. Edhe kur the që ul vendet e punës, ndoshta ul vendet e punës në administrat, por do hapen shumë vende pune në digitalizim, sepse do krijohen vende të reja për mbrojtjen, për menaxhimin, për gjitha gjërat që kanë lidhje me këta, me teknologjinë e saj. Atëherë, për sa i përket argumentit tënd, ana pro kishte digitalizimin e menjëhershëm, dhe ajo që the ti për video me tutoriale për pleqt, atëherë nuk e bën të menjëhershëm, por përkundrazi e ngalason dhe e bën graduale. Dhe për sa i përket vendeve të reja që hapen, është shumë e vërtetë që hapen vende të reja për sa i përket fushës së informatikës, ama mbyllen për persona që më parë qëndronin në sportele e tjerë. Atëherë ti thua që do të jetë më e vështirë, por unë mendoj që do të jetë më e lehtë, sepse sidomos edhe për njerëzit që jetojnë në zonat rurale, që do jetë një gjë më e lehtë për ata që të kenë të dhënat e tyre të menjëhershme dhe të marrin çfarëdo lloj nevoje që ata kanë në një platformë online. Për sa i përket transformimit të menjëhershëm, unë mendoj që rrezikohet përjashtimi social, pasi shumë punonjës rezultojnë të papunë dhe kjo mund të çojë në uljen e kostove të jetesës dhe mund të ndikojë gjithashtu edhe në mirëqenien e jetës së tyre, duke rezultuar 40% sipas organizatave botërore, të cilat ata rezultojnë të papunë, jo për shkak se ata nuk mund të përdorin për shkak të kohës së tyre të vogël për të përdorur politika të reja për të bashkuar teknologji, siç thatë ju që hapen shumë vende të reja pune në teknologji. Siç e shikojmë dita ditës, ato mund të zëvendësohen dhe mund të rrezikojnë përjashtimin social. Atëherë, nuk mendoj që do të shkaktojnë në përjashtim social, për shkak se kjo digitalizimi i shpejt siguron një mundësi më të mirë për të gjithë njerëzit që nuk kanë mundësi që të vinë në qendra ku mund të merren të gjitha leta që ato janë të nevojshme për ta. Ato mund t'i aksesojnë ato 24 shtatat në çdo kohë që ato nevojiten dhe s'ka nevojë që të shpenzojnë një kohë shumë të madhe dhe të bëjnë një rrugë për me marrë një gjë që krejt të thjeshtë që nevojitet atyre. Për sa përket, kam një argument, sipas një data 2.6 milionë njerëzve nuk kanë akses në internet në botë. Dhe kjo lidhet drejt për drejt me teknologjinë. Edhe kjo sjell që të ketë mungesë të marrësh të dhënave, ku shumë mirë mund të shkojnë ta marrë në një administratë fizike për disa përjashtim social. Gjithashtu është shumë e pamundur që një pjesë e popullsia e tretë, mosha e tretë sidomos, të adaptohen me teknologjinë, pasi kjo është një rrisi shumë e madhe dhe po ecë me hapa shumë të shpejtë. Dhe kjo sa do ndikon në përshtatjen.
Dhe kjo bën një përjashtim social. Gjithashtu kemi edhe përjashtim për ato që nuk kanë kushtet ekonomike të duhura për të pasur akses në internet ose për të pasur një telefon, kompjuter që thjesht të marrja këto dokumentat nga interneti. Çdo lloj shërbimi që do të marrë, siç do të ishte online, siç do të ishte real, po reale do të ishte shpenzimet e veta dhe kostot e veta shpenzuese. Pra, do të jetë shteti që duhet të vazhdoj përpara, që të marrin masat, që të ndihmojë popullsinë në vazhdim, që këto lloj kostosh të jenë sa më të vogla dhe sa më të mira. Për popullsinë që thonë jo do të ulet në një kadër do të rritin krahun tjetër, sepse kanë 5 herë dhe 5 herë thatë të njëjtën gjë prapë. Pra, për popullsinë që nuk ka lidhje, pra do të ulet ndotja, duke pasur sa më pak dokumenta të prodhuara, pra do të ketë më pak letra që të çohen dam, do të ulet gjithashtu edhe preja e pemëve për të krijuar këto letra, do të ndikojë drejt për së drejtë në gazet, pra në efektin serë. Dhe do të jetë sistemi më mirë për shkak të shpenzimeve që ju thoni. Pra do të jetë shteti që duhet vazhdoj përpara që të ul kostot dhe të rrisë pagat e punëtorëve për të punë. Desha të them që ne nuk jemi kundër digitalizimit komplet, por thjesht jemi kundër digitalizimit shumë të shpejt. Pra i menjëhershëm, kjo nuk kupton një periudhë 0 deri në 12 muaj, pra gati një vit. Dhe nuk besojmë që ne kemi themeljet e nevojshme për të zhvilluar këtë digitalizim kaq të shpejt, sepse si fillim janë kostot e fshehta financiare, sepse nuk janë të drejtë për drejta. Personi duhet që të blej laptop, duhet të paguajë internet, dikush që nuk ka kushte duhet të gjithë këto gjëra t'i bëj vetë. Gjithashtu ka shumë persona të cilat nuk janë të informuar në fushën e teknologjisë, dhe është diçka reale në komunitetin tonë, dhe paguajnë persona të tretë që t'i kryejnë këto shërbime. Dhe kjo tjetër është një kosto e këtij sistemi dhe digitalizimit të menjëhershëm. Atëherë, në transformimin e digitalizimit menjëhershëm, nëse ne diskutojmë për si mund të sigurojmë të dhënat, ne diskutojmë për teknologjinë blockchain, e cila në një shembull konkret siguron të dhënat në këto shërbimet publike që ne do të përdorim. Një shembull konkret është pikërisht Estonia me teknologjinë blockchain KSI, e cila ndihmon në sigurimin e të dhënave, ndihmon në mos manipulimin e këtyre të dhënave dhe nuk lejon hakerimin, gjë që siguron që pikërisht këto shërbimet publike të mos vidhen, edhe që për njerëzit të jenë më të sigurt në nevojat e tyre, gjithashtu dhe shmanget korrupsioni. Gjithashtu kjo rrit dhe sulmet kibernetike, 40 deri në 50% e njerëzve ankohen çdo ditë për vjedhjen e të dhënave dhe sulmet kibernetike. Gjithashtu, ne kemi një rast konkret ku ka ndodhur një sulm kibernetik konkret në Shqipëri nga Irani në vitin 2022, ku shumë të dhëna u publikuan dhe u vodhën. Atëherë, shteti në këtë mënyrë duhet të marrë masa për të rritur sigurinë kibernetike, po ashtu të rrit pagat për ata punonjës, të cilët dhe të rrit interesin për nxënësit që të shkojnë në këto studime. Në këtë mënyrë, atëherë dhe siguria do të jetë më e madhe. Kjo që thej ti çon në vendje të humbjes së punës, çdo person që humb vendet e punës për shkak të këtij teknologjie të menjëhershme që bëhet, nuk mund të shkojnë të gjithë tek vetëm për siguri, për teknologjinë, të merren me një punë që ka lidhje me teknologjinë. Secila punë ka rëndësinë e vet, edhe persona që humbin punën nuk mund të shkojnë direkt vetëm tek teknologjia të mirën. Secili duhet të bëj profesionin e vet, të ketë dhe teknologjia normalisht pse mos të bëhet në mënyrë më graduale, ta bëjmë hap pas hapi. Kjo mund të ndihmojë edhe njerëzit. Normalisht ne nuk po themi që është një diçka negative që të bëhet teknologjia, por mendojmë që të bëhet më graduale dhe jo direkt i menjëhershëm. Po, por për këtë arsye na intereson më shumë për të gjithë sesa vetëm për disa persona pse hupin punën. Ata edhe pse hupin punën, nga krau tjetër rritet puna nga siguria kibernetike, siç tha më herët. Jam kundër transformimit të menjëhershëm digital
thënë të parafolësit, në vitin 2022 jemi përballur nga hakerat të cilat u shpërndan online të dhënat, çdo ishin të dhëna shumë personale si identiteti, vendopja, numri i telefonit. Dhe nëse nuk mundet sistemi që të timbroj këto, atëherë më mirë është graduale dhe jo e menjëhershme. Mirë, faleminderit të dyja skuadra, kam mbaruar. Pak më parë më thash, nëse keni pyetje për sa i takon formatit, po me sa duket askush nuk pati vëmendjen e dur, kështu që pyetje të tilla, a mund të flas 2 herë, a mund t'i përgjigjem të bëj replik, më falni, janë të panevojshme se ju duhet t'i keni marrë tashmë informacione se si funksionon edhe formati i debatit. Të paktën ky format. Do vazhdojmë tani me debatin e dytë, debatin e liderave. Në këtë përballje do të kemi Eluarin dhe Marigenin. Për sa i takon një prej temave që janë jo pjesë më e paketave kërkimore, por tema spontane, të cilat përgatiten atë 7 minutëshin. Që do të thotë, jo vetëm Marigleni është i thirrur në lojë, po edhe grupi duke ndihmuar me çfarë do lloj argumenti apo studimi statistikash që kanë të bëjnë me atë çfarë do të trajtojmë përgjatë debatit. Enxhi? E lexo. Atëherë, tema për debatin e liderave është angazhimi i të rinjve në politik për bërjen lokale është i domosdoshëm. Angazhimi i të rinjve në politik për bërjen lokale është i domosdoshëm. E përsërisim edhe një herë, shënojeni, angazhimi i të rinjve në politik bërjen lokale është i domosdoshëm. E shtuat? Pra, angazhimi të rinjve në politik bërjen lokale është i domosdoshëm. Kur flasim për politikë bërjen lokale, nuk flasim për politikën në tërësi, flasim për politikat që mund të ndryshojnë qytetin ku ne ndodhemi. Pra, duhet jeni sa më realist në bashkinë ku ju ndodheni. Flisni për bashkinë tuaj, shembujt përse i takon edhe vendeve tjera vlejnë, padyshim, por qëndroni sa më praktik, themi, tek bashkia ku ju jetoni. Në mënyrë që trajtoni pse jo tematikat që apo problematikat që mund të ketë kjo bashki. Okej? Për sa i takon gjithmonë interesave tuaja, si të rinj që jeni. Se nuk ju kërkon njëri të shkoni më tej. Tashi do zgjedhim pak edhe qëndrimin. Pro së kundër. Pro do t'jetë Eluari, kundër do t'jetë Marigeni. Keni 7 minuta kohë përgatitore.
Marigeni. Do të filloj Luari që mban qëndrimin pro dhe do të pasohet pasaj nga Marigeni që mban qëndrimin kundër. Tema është angazhimi të rinjve në politikbërjen lokale është i domosdoshëm. Të do ta kuptojmë pas pak. Kështu që shumë sukses, 4 ndërhyrje, 2 minuta për secilën ndërhyrje. Okej? Mund vjone. Për sa i përket kohës, ajo ecën përpara dhe gjërat e reja dalin, shoqëria zhvillohet. Edhe unë mendoj që rinia sot ka ide inovative për kohën që jemi sot. Atëherë ti se ka një ide inovative, por politika nuk është vetëm për ide, duhet të dinë edhe se si ti zbatojnë ato ide. Edhe të rinjët, pavarësisht se duan vendin e tyre, kur të flas edhe për veten time, nuk e kemi aftësinë dhe eksperiencën e duhur për të marrë këtë përgjegjësi. Atëherë, për sa i përket asaj që the ti, për sa i përket se kush i zbaton idetë që jipen nga rinia, nuk ka problem, pasi gjëja më e rëndësishme është në fillim ideja, që mund të jepet nga rinjt. Edhe si varg, do të thënë mas ides, mund të zbatohen edhe nga të tjerë që janë të rinj. Por e rëndësishme është që ideja është kryesore e të gjithë etapave për zbatimin e politikave lokale e tjerë. Si gjithashtu, rinja kanë mendim parësor. Atëherë ti po thua se të rinj kanë ide më shumë se njerëz me eksperiencë dhe kanë vite në këtë fushë, kur për mendimin tim në çdo bashki dhe jo vetëm në Bashkinë e Krumës, majoriteti i përfaqësuesve të partisë kanë preferuar që të kenë persona me eksperiencë, e cila ka shuar në fituarën e tyre. Kjo për shkak se ato e dinë nevojat e qytetarëve, përkundazi të rinj nuk i dinë ato, e dinë vetëm problemet e tyre. Ktu flas edhe për veten time. Ajo që theti është shumë e vërtetë, por po të marrim një shembull, John F. Kennedy, edhe pse ishte i ri në kohën kur ai qeveriste, ai arriti ta përmirësoj shumë ekonominë e Amerikës, qoftë nga ana ekonomike, sociale e tjera, edhe pse është jo lokale, është një shembull shumë i mirë se çfarë mund të rrije rinia. Le të themi edhe pse kanë eksperiencë mosha e vjetër, rinia ka një frymë të re, ka një frymë shumë të re dhe është shumë energjike se sa ajo e vjetra. Që do të thotë që edhe pse janë të rinj, ato akoma mund të sjellin ide inovative, akoma mund të bëjnë reforma në qeveri të ndryshme. Mund të përmendim edhe shumicën e sipërmarrjeve sot që kanë të bëjnë shumë me teknologjinë që zhvillohet nga të rinj. Po të marrim shembullin e një japonezi që nuk kujtohet emri, por ai duke trajnuar modelet të inteligjencës artificiale, arriti të jap kontributin e tij në mbrojtjen e bazave ushtarake të Amerikës. Edhe pse nuk i përket vendit ton, ajo që unë kam dëshirë të them është që rinia duhet jetë ajo që jep mendimet për kohën që vjen. Si gjithashtu mund të përmend edhe shembullin e qeverisë nxënësve, që e kemi për çdo shkollë me presidentet dhe senatorat, që këtë vit kanë dhënë idenë për festivalin e shkencave. Edhe ky festival i kanë ditë shumë nxënësit që të mendojnë në mënyrë kritike dhe të krijojnë projekte të ndryshme që kanë lidhje me fushat e shkencës. Atëherë ti përmend një rastin e John Kennedy, që është një rast 1 në 1 milion, por mund të përmend me mira raste ku presidenti, kryeministri ka qenë i moshës së dytë për shkak të eksperiencës. Edhe po ashtu John Kennedy, pavarësisht se ka bërë disa të mira, është edhe ai i cili çon në përçarjen e njerëzve në Amerikë për shkak të gjyrës së lëkurës së tyre. Kështu që kisha mundur edhe me përmendet e këtë pjesë, jo vetëm gjëra pozitive. Dhe ashtu po jep disa fakte interesante për Japoninë, e cila s'ka bën fare me këtë pjesë në temën sonë.
edhe për senatorin edhe presidentin e shkollës. Po normal të rritët jenë senator dhe presidenta, për shkak të lajmë profesorët e të zyshët. Shumë e vërtet, po ajo që doja të vëja unë theks është që mendja e një të riu ka kapacitet shumë të lartë se që mund të kese mendja e një të vjetri, pasi nga shumë eksperjenca që mund të ketë një i vjetër, është thjesht një sistem i krijuar që zbatohet her pas here. Ndërkohë që nga ana e rinis kemi anë të reja të çdo gjë, domethënë ne mund të zhvillojmë më shumë shoqërinë, kemi më shumë aftësi mendore, jo që jemi brez që jemi rritur nga teknologjia dhe marrim më shumë vesh nga ajo. Atëherë, jo kot më kot, të gjithë presidentë, jo të gjithë, shumica presidentave të bashkisë ne skaluam temën tonë, kanë qenë moshës së tretë. Nuk ka të bëjnë ideja. Ideja mund të me dhonë gjithë kosh, pavarësisht se në praktika jo, du të shohin në këtë pjesën. Mund me dhonë një ide, edhe me thonë banë. Duhet me ditë si banë, që pasojë, shka që atë mirë, që të shijesh. Shumë Mirë, faleminderit të dy liderave të skuadrave. Tani ne do të mblidhemi për të bërë vlerësimin, ne jemi në një fazë pikëzimi, nuk kemi të eliminuar direkt në këtë fazë. Mbasi të morën të gjitha debatet e fazës rajonale, do të kuptojmë edhe se cilat do të jenë 16 skuadrat që kalojnë në fazën eliminatore të ridebate. Mirë, shihemi pas pak.
Mirë, jemi gati, tani do të marrim edhe pikët për sa i takon debatit që ndoqëm. Si dhe këshilla apo sugjerime që mund të kemi për sa i takon asaj çfarë dëgjuam në këtë debat. Fjala është për Elivertën. Mirë. Përshëndetje të gjithëve. Unë do doja t'ju jepja disa këshilla për t'i pasur dhe në vëjushmëri. Është shumë e rëndësishme në momentin që ne pyesim nëse e keni kuptuar formatin e debatit, të ngrini dorën dhe të thoni unë nuk e kam kuptuar. Sepse u gjendëm në debat ku në radhë të parë nuk u ndodhi formati pothuajse fare. Në radhë të dytë argumentet që sollut ishin pothuajse pa bazë. Nuk ishin fakte, kishim argumente të përsëritura, pothuajse nga të dyja grupet, dhe mbi të gjitha, në momentin që ne cilësojmë të gjitha çfarë ju keni, të gjitha idet, çfarë keni studiuar, çfarë keni mësuar, çfarë keni ulumtuar, t'i jepni dhe t'i shpalosni në momentin që bëni debatin, është shumë e rëndësishme sepse më bën mua të jem e përkushtuar totalisht tek ty. Dhe ajo pjesë mungoj nga të dyja grupet. Më vjen keq, sepse jeni fëmijë goxha të mirë, goxha të mbar, dhe duhet të mësojni me kulturën e debatit sepse do t'ju ndihmoj dhe t'ju vinë ndihmë jo vetëm këtu sot, por dhe në të ardhmen tuaj. Ajo çfarë do t'ju këshilloja është që përpara pasqyrës apo me miqtë tuaj apo me shokët tuaj të diskutoni për një temë të caktuar, sepse do t'ju vinë ndihmë në nivel pune, në nivel shkolle, por dhe mbi të gjitha për intelektin tuaj. Është shumë e rëndësishme. Për sa i përket të dy debateve, unë kam shënuar disa statistika që sollot një pjesë nuk ishte okay, një pjesë nuk ishte korrekte. Dhe mbi të gjitha, në debatin e dytë kishim vetëm opinione. Kur pyetet e kuptua temën dhe shpjegohet nga pala e prezantimit nga pala e jurisë se si duhet të funksionojë apo se si duhet të shtjellohet tema, ju jepet një iniciativë, ju jepet një ndihmës për ta përvecuar dhe për t'ju bërë ju që të vini në truri në punë dhe të kuptoni se për çfarë duhet të flasun për politikbërjen lokale. Unë jam një nxënës i kësaj shkolle, dhe si nxënës i kësaj shkolle çfarë mund të kërkoj unë? Kjo është politikbërja lokale. Nuk flasim për racizëm, nuk flasim për presidentin e Amerikës, apo nuk flasim për asnjë gjë tjetër nga tonë çfarë sollëm sot. Kjo jo për të demotivuar, por për të bërë të kuptoni se çfarë do të thotë debati dhe çfarë do të thotë ky format që ne kemi dashur të sjellim sot. Unë ju uroj shumë suksese. Mirë, ta marron fjala apo? Okej. Eliverta ju tha pak munguat në sjelljen e një debati. Kishte padyshim mangësira, kishte padyshim mos respektim të formatit. Ju besoj se jeni edhe pak koshent për atë çfarë sollët sot këtu. Nuk ishte në ato nivele që neve do kishim dashur të ishte realisht debati sot. Kur unë pyeta nëse e kuptova temën, djali tha unë po e kam të qartë dhe thash sa mirë, sepse realisht kjo temë në qytetet tjera nuk ka pasur asnjë të sigurt nëse ishte kuptuar. U përgjigje direkt dhe unë thash, wow, do shohim një të mirë. Realisht nuk erdhi kështu. Sepse munguan statistikat, munguan shëmbët, unë ja u thash edhe pak më përpara që ju lutem përqendroni tek realiteti juaj, përqendroni tek bashkia juaj. Çfarë ju mungon ju në shkolla? Jo më tutje se sa shkolla, ha? Çfarë mund të përmirësoj bashkia, qeverisja vendore përsa i takon mësimdhënies tua apo kushteve që ofron në shkolla? Apo edhe në përditshmërinë tuaj, çfarë vështirësisë mund të hasni? Nga ana tjetër, meqense jemi tek vëmendja, ishte një nga elementet që mungoi rëndshëm. Nuk kishte vëmendje, ishte të allakatur, ishte të shpërqendruar, nuk e dëgjonit njëri tjetrin, nuk e di nuk e din pse, domethënë nuk erdhi të paktën respektimi i formatit në nivelet e duhura. Se unë jo më kot ju pyeta në fillim, keni pyetje pa qartësi,
Jo, nuk kemi i dim gjithë, a do flasim gjithë, a mund të flas 2 herë? Nuk ishte pyetja që pristin. Nëse, komentet e tjera do i thotë Engji. Por kjo nuk vlen për t'ju dekurajuar. Shpesh herë është bërë klishe që po vlen pjesëmarrja. Jo, nuk vlen pjesëmarrja, vlen që ne të përgatitemi sa më mirë. Po jo këtu, se kjo një ditë është një 2 orarsh që neve kalojmë kohë të mirë, do thoja unë. Kjo ju vlen që juve t'ju shërbesi një nxitje për sa i takon të menduarit kritik. Kur kemi një temë që nuk e kemi kuptuar, është mirë që të bëjmë pak më shumë kërkim për sa i takon asaj teme. Që realisht ta kuptojmë temën, se nëse nuk e kemi kuptuar temën, nuk do jemi të aftë për të përballuar dhe për të krijuar për çfarë do flasim nëse unë nuk është politikë bërja lokale, çfarë është ekonomia qarkulluese. Dhe jo më kot ne ja u kemi letësuar punën duke ju dhënë vetëm një temë. Domethënë vitet e kaluara, kush vinte në debat duhet përgatiste 10 tema. Dhe nuk i jepej paraprakisht tema siç ju është dhënë juve. Çfarë do të thotë që kemi bërë lojën shumë të lehtë. Po pse? Sepse ne e kuptojmë që jeni shumë të impenjuar, keni edhe të tjera aktivitete, por duam që të paktën atë temë që ja u kemi dhënë ju ta keni përvetësuar më së miri, që kur vini këtu të flisni, të keni për çfarë të flisni. Edhe pse jo, të bëni edhe kërkime për te temës, se ajo është më e rëndësishme, se mua nuk më duhet të dëgjoj, dhe unë i di, kam këtu në letër të gjitha argumentet, si pro si kundër. Ideja është që t'i përvetësoni ju, t'i keni kuptuar dhe të thoni pse është kundër dhe pse është pro. Çfarë ka të mirë ekonomia qarkulluese, çfarë ka digitalizimi, çfarë sjell në sistemin, në përmirësimin e jetës tonë të përditshme. Okej. Nuk e dia isha i qartë. Megjithatë unë realisht kur bëja të rrugën 2 orë ca që vi deri këtu në Kukës, do doja që kur t'ikja të lash diçka. Uroj që të kemi lënë diçka. Dua të falenderoj Nikon dhe Olivertën për këshillat. Këto janë këshilla që ne në moshën tuaj na i kanë thënë mentorët tanë dhe ne përpiqemi që të mbajmë të njëjtën qasje. Të gjithë kemi nisur në moshën tuaj angazhimin në për aktivitete dhe aso kohë patjetër as ne nuk e kuptonin rëndësinë. Tani që jemi futur në tregun e punës, kemi parë realisht vlerën jo vetëm tek ajo që kemi studiuar në shkollë, unë e di që shkolla është impenjimi juaj kryesor, por në jetë shkolla nuk është impenjimi juaj vetëm. Shkolla është një fazë shumë e bukur ku ju krijoni dhe kontakte me njëri tjetrin, krijoni grupe, miqësi, kujtime mbi të gjitha. Kur të rriteni do kujtoheni dhe do thoni që po, ne sot ishim në këtë aktivitet dhe ndoshta nesër do jeni ju ata që do vinin në vendin ton për brezat e tjerë. Ne kemi bashkë me organizatën Liburnetik mbi 10 vite që organizojmë këtë format dhe shohim çdo vit prurjet, siç edhe mësuesit shikojnë prurjet e nxënësve dhe të rinjve. Unë dua ta mbaj qasjen patjetër duke plotësuar kolegët, po dua t'ju jap një këshill që disa e përmend, dua ta nis nga disa gjëra që përmendi djali tek debati i fundit. Që tha të rinjt kanë ide inovatore, të rinjt kanë mendje të freskët, kanë energji. Këto janë gjërat pozitive që duhet të fokusohemi. Pra, kur e shprehim këtë gjën, duhet të pyesim pak, a i kemi vërtet këto ide? A i kemi vërtet këto energji, këtë mendje të freskët? Ju përmendët disa nga problematikat që në fakt çdo debat, pra skuadra kundër ka detyrë të nxjerrë atë problematikën atë gjën që mungon. Le të themi për sa i përket temës që flet. Mirë, po e nisim gjithmonë po unë çfarë po bëj. Pra, përveç asaj që shohim në komunitet, shkollë, çfarë mungon, bashkia, çfarë mungon, ju vetë si të rinj, si qytetar, apo e bëni pjesën tuaj siç duhet? Nëse ju bëni maksimumin, atëherë mund të drejtoheni bashkisë, shkollës, mësuesit, prindit dhe kujdo tjetër në shoqëri që nuk po ju mbështet ju siç duhet. Por kur të gjithë aktorët e tjerë përpiqen t'ju mbështesin, të vinë, të krijojnë aktivitete, të krijojnë mundësi për ju, atëherë ju duhet kuptoni rëndësinë e asaj gjës në moment dhe ndoshta atë mbresën që ju lë për gjatë gjithë karrierës tuaj, për të marrë maksimumin dhe për të dhënë maksimumin. Është e vërtetë që ne pam disa elemente, disa problematika, ndoshta disa mund të jenë normale për moshën që ju keni patjetër, por përveç brezit të teknologjisë që ne e dim dhe është shumë e prirur në moshën tuaj edhe në realitetin tuaj të përditshëm, ajo që ne përpiqemi nëpërmjet debatit dhe organizatës Liburnetik është t'ju nxisim të lexoni pak më shumë. Është i vetmi aset i cili nuk ju merr dot askush. Njohuria
informacionet që keni mbi temën, opinionet që keni, përpos dëshirës mirë, në tregun e punës edhe në shkollë vlen shumë dhe përgatitja. Kështu që ne urojmë që sot ky aktivitet t'ju shërbej si një moment për të reflektuar, për të kuptuar që po, ne dham ndoshta më të mirën tonë të momentit, por duhet të reflektojmë për një gjë më shumë. Ne ju presim në gjitha debatet e tjera, me organizatën Liburnetik, në debatet kombëtare ku ju të shikoni që edhe bashkëmoshatarët tuaj në qytetet tjera kanë të njëjta sfida njësoj si ju. Kanë mangësi të shumë gjërave, ndoshta fizike, infrastrukturore, por dëshira që ato kanë na bën që ne të vim tek ju dhe t'ju mbështesim. Kështu që unë uroj, pavarësisht rezultatit të sotëm, uroj që ju të keni kaluar një kohë të mirë me njëri tjetrin, keni krijuar kujtime të bukura dhe të vini me disa shembuj të mirë dhe pozitiv, që ne t'i përdorim pastaj për aktivitetet e tjera dhe t'ju promovojmë ju si shembuj suksesi për vitin tjetër, për bashkëmoshatarët tuaj. Mirë, faleminderit. Mirë, japim edhe pikët tani. Atëherë, shkolla Skënderbeu nga Krum ka akumuluar 120 pikë, ndërsa shkolla Avzinela nga Kuksi ka akumuluar 104 pikë. Okej. Do shta rezultati do t'ishte shumë më i mirë për ju, domethënë nëse do të kishit edhe më shumë pikë, por të gjithë elementet mbi të cilat neve vlerësojmë janë ato kriteret që ju i keni marrë edhe për gjatë trajnimit dhe me sa duket nuk janë respektuar deri diku në totalin e tyre për të arritur një rezultat edhe më të mirë. Megjithatë, kjo vlen, siç e tha dhe Engji, që ju të reflektoni pak më shumë dhe të mësoni pak më shumë, të përgatiteni pak më shumë. Apo jo? Nuk duhet të dekurajojeni absolutisht përsa mua më vjen mirë që shoh të rinj, shoh djem se na mungojnë gjithmonë djemt dhe këtu shoqërizojmë kemi edhe djali që ka ardhur nga shkolla tjetër. Kështu që sa mirë vitet tjetër edhe ju merrni pak më shumë çuna, lërini vendin dikujt tjetër dhe Kështu që edhe njerë dua t'ju falenderoj edhe dua të falenderoj padyshim edhe mësueset që ju kanë sjell. Një duar trokitje edhe për mësueset. Se po mos ishim mësueset tuaj këtu nuk do ishit as ju, kështu që qëndrojeni afër dhe vlerësojeni për atë që japin edhe mos i mërzisni shumë.